Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shpërthen Rozana dhe i thyen mikrofonin Gertës, reagon me njëherë vëllai i madh. Pas ditën e sotme, atmosfera në shtëpi u tensionua ndjeshëm pas një debati të fortë mes dy konkurrenteve, Rozana Radit dhe Gerta Gixharit. Përplasja verbale mes tyre degeneroi në një moment të papritur, kur ato vendosën të ndeshin trupat me njëra tjetrën në një formë ironike, duke shkaktuar rënien dhe thyrjen e mikrofonit të Gertës. Regjia e shfaqjes reagoi menjëherë duke tërhequr vërejtje të dyja banorëve për sjelljen e tyre dhe duke u kërkuar që të kenë kujdes me pajisjet teknike. Megjithatë, edhe pas lajmërimit, Rozana dhe Gerta nuk u tërhoqën dhe vazhduan debatin me tone të larta duke rritur tensionin në shtëpi.